Gjithkusht është dënë me gjithë këfshatën ma mirë ku. Rinia jonë, sa dënë me punu, që edhe nuk dënë. Punë lypin, thojnë inshallah nuk e gjej. Po rinia, vendin tonë, jo sa të kanë lëshu dhe prej kohësh. Nuk është vesh tash kjo lëshimi. Të autobuset kënë të rështu, para sa vitesh. Vendin tonë. Për rinin që? Pëlqojnë vendin tonë, çfarë mendimi ki? Po rinia, vendin tonë, jo sa të kanë lëshu dhe prej kohësh. Nuk është vesh tash kjo lëshimi. Për para nëse ju kujtohet autobuset kënë të rështu, para sa vitesh, ndikimi ka qenë krejt të Serbia. Serbia, lufta, i ka tërhjek, gjithkusht është dënë me gjithë këfshatën ma mirë ku. A po thu që tu nuk ka vendet punët, nuk ka Ja, pagat mjaftueshme? nuk është të thonon që nuk ka, nuk është të vërtet që nuk ka. Ka vendet Se rinia punët, po ankohen por që nuk, s'ka vendet punët? rinia jonë, sa dënë me punu, që edhe nuk dënë. Pse? Punë lypin, thojnë inshallah nuk e gjej. Plët ka vendet që dojnë me punu, nuk po mënaj ku me di qëfar punësh, po autolarje, e për servise, punë shumë që më kanë thanë mua atë, po nuk po dojnë me shku. Po në rënë, sa shumë larkë aty, që i përket edhe qeveria ka qelë vendet punës. Ka qelë vendet punës, pa Që dishim. shkon poga mjaftueshme për me mujtë Ka qelë vendet punës, vesh, ndoshta kërkojnë punë matë mirë, ose poga ma të pa të lutem, po gjithsesi pagat Se jo. pogat janë Ata tojta janë- për punën që e bojnë. Ata pa dëshim që kërkojnë diçka ma mirë se. Mirë po nuk mundet për me njëherë çdo gjë më u bë. Edhe para sa viteve, edhe mas kohës time që kam qenë i ri, njerëz kanë kry fakultetet, kanë naj ka 10 vjet pa punë. 10 vjet kanë naj pa punë. E në mes tyne kanë shku edhe jashtë, po edhe kanë vetë më. Nuk është vështë. Faleminderit shumë. Faleminderit të bëju. Po, për me njohë një person, po duhet disa mujsh, Disa muaj është mjaftu shumë, mendoj se nuk ka mundësi qofte edhe veç një muj. Me u njohë me një person paka shumë mos me kuptue Çfarë personi është? është. S'mundesh me kuptu 100%, ato as njën e as tjetër. Qashtë. Por deri dikun, po. Deri dikun. Edhe nëse shet që po bajka, është mirë me u fejue, me familje, traditat që shikon, me familje, se ndryshi është kur e din familja e vajzës, kur e din familja e mashkullit, dhe aty nuk mujnë të nejë me bo paka shumë çka ju teket këtyne dyve, pak lidhet ma gjansisht pak, zgjerohet ajo marrëveshja, ajo. Çfarë mendimi ki për vajzat ose nuset që po kërkojnë me jetu vetë pa vjeri? Nuk është në rregull për mua as kjo. As kjo s'është në Po qatë djalë, a janë që ata prind që ti pedon, Po. kush e ka bo? Apo qatë vajzë që djali pedon, pa ka nonë e babë, a ka kuptim i thonë tash djali vajzës qëre nonën e babën s'ta duas me pa për shembull. Apo e kundërta. E pse në kohë të sotit po ka shumë raste që po ndohen prej prindve djali, po ndohet shumë prej prindërve, ndërsa në kohën e juaj s'ka pas shumë raste. Pse ka qenë respekti më i madh përpara. Përshëndetje. Përshëndetje. A po më tregon çka kishte ndryshu diçka në shtet ose në popull që nuk është të pëlqy ty? Unë kisha ndryshuar në banja. Sholet që bojnë pastrimin e kisha ndryshuar, e kisha hije krejt. Pse? Se njerëz pastrojnë poshtë e kanë fliq nalt. Kështu që ma mirë me pastru nalt e me nejt pak ma nivel poshtë. E kush është e bukta? Një pjesë bajagi këgja e mirë. Një pjesë këgja e mirë, se po duken humaniteti, sinceriteti edhe njerëzillaku ka ndryshu qëndrim, vend, dhe me thonën, balancim poshtë edhe do të ishte ma mirë. Ma herët o konë pak ma e mirë o konë. E kena E pas... qa ka ndryshu tash që u konë, dhe që tash ka ndryshu për keq? Ka ndryshu për keq se kërkosh s'bo mirë. Nuk jep sinceritet, nuk jep pyetjes si duhet, edhe gjithkush e kqyr interesin e vet. Ndërsa Dhe me thonë kuan tune nuk ka qenë kështu. jo s'ka qenë as pak. Pjesa më e madhe, me thonë 90% e kanë kqyr interesin e përbashkët. Ndërsa sot ka ndryshuar e kundërta. 90% e kqyr interesin e vet, 10% ka mundësi e gjoni përgjigje. Sikur që e gjetën pare, shkova me mori bilet, me kqyr. Ato u tregu fera, djali tha po, tha, a je që filoni, tha po, që unë këmë ta siguru i bilet. E do me thonë që aty e gjeta një që sa po jëmë thë.
E respekti? Respekti pak i vogël, respekti pak i vogël. Nuk është njëjtë si... Nuk është njëjtë, kërkon nuk është njëjtë. E qa Dhe me pse thonë ka 90, ndryshu kështu? 91. A? E pse ka ndryshu kështu? Ka ndryshuar se ka ndryshuar edhe qeverit e lojale. Nuk e shikojnë rinin, s'ka punë për rini, s'ka vende punë për rini, ka pak dyshoj që ka korupcion pak ma shumë, edhe po shko të rritë. Korupcion. Po si mas meje e bën qeveria se aja i ndihmon. Nëse mu më lejon me korruptu një person, atëherë e qeveria është gabim. Shkon në spital, shemë të shumë është me hinë në spital pa u kru pak, ma shkurt. Cila është këshilla jote që e kësheja për kritë këto? Thash, e kisha ndryshu, i kisha në popullin me konë të pastën ftyrë e me konë të gjithë poshtë. Faleminderit shumë që ndodhe me neve, kalofsh mirë. Përshëndetje. Përshëndetje. Apo më tregon tash që është koha e zgjedhjeve, kush më mendon që ka me fitu sipas teje? Sipas meje, përveç Albin Kurrës s'ka shans kush me fitu. A ka punu mirë edhe Ka drejtë? punu shumë mirë. Në të natë këtë. E këta qytetarë tjerë që nuk po e përkrojnë, çfarë Ta mendoni? qytetarë tjerë ju kanë ardhur lagjia për sa se përkrojnë. Dhe s'pa di kur çfarë për shembull kur falë artikë s'ka për reforma sane. Besa i përgoj reforma që po munduan ka për shembull si në bazën e sektorit drejtësisë. E parti tjera, a kanë punu mirë? Parti të tjera vish për moment aty ligjet për një kanë vetu këtu në marrëveshje ndërkombëtare. Kanë abstenu shumë herë në profesionca. Kanë abstenu shumë herë. Zdi që kanë punu këta. Vesha për gjitha not me banalista e me këta penalista tjerë, Albini për hecë për para. Nëse nuk fiton Albini, kush sipas teje mundet me fitu? Ose S'ka shansë me fitu askush, Albini. Ja, s'ka shansë. e nëse U bazu, shka kanë mu këta për shembull, 4 vjetë për shembull, çfarë kanë bërë? Çfarë në alternativë, kur farë projekte s'kanë bërë. Që janë vish ty e se mu qeverinë, ty bashkëpunu me lëshi i pekauzat, s'nu që ty se në bosa. Shumë sen, ato gjëzime që janë bon për kusaralinin, janë të kuët, atë janë një qëzime për cila u kuët. kon puna më e mirë që e ka bu kryeministri deri sot? Albin Kurti. Unë më të mirë që ka bon të shtrinjën e suverenitet në krejtë territorin e Kosovës. Shtrinjën se ka vendi pashirur i Kosovës E derës. liberalizimin e vizave, a e ka hek Albin Kurti Albin apo? Kurti, se e ka luftu korrupsionin, se aja është kush kërësuar për me luftu korrupsionin e për me krejtu. Albini është meritë e Albinit. Meritet. Faleminderit shumë që ndove me ne. Që janë vish ty e se mu qeverinë, ty bashkëpunu me lëshi i pekauzat, s'nu që ty se në bosa. Shumë sen, ato gjëzime që janë bon për kusaralinin, janë të kuët, atë janë një qëzime për Cila u kuët. kon puna më e mirë që e ka bu kryeministri deri sot? Albin Kurti. Unë më të mirë që ka bon të shtrinjën e suverenitet në krejtë territorin e Kosovës. Shtrinjën se ka vendi pashirur i Kosovës E derës. liberalizimin e vizave, a e ka hek Albin Kurti Albin apo? Kurti, se e ka luftu korrupsionin, se aja është kush kërësuar për me luftu korrupsionin e për me krejtu. Albini është meritë e Albinit. Meritet. Faleminderit shumë që ndove me ne.